ku do ta ndërtojmë një fabrikë të duhanit në bashkëpunim me partneritetin publiko-privat dhe kjo sigurisht do ta zhvillon edhe ekonominë, sepse do të hapim vende të reja për qytetarët e komunës e Podojeves dhe nuk do të kenë nevojë që të dalin të migrojnë. Nisma Socialdemokrate dhe unë si kandidat i saj në zgjedhjet lokale të 12 tetorit garojmë me një plan program i cili nuk premton shumë, nuk kemi dhënë premtime bombastike, sepse filozofia ime politike dhe karakteri im personal nuk lejon, nuk pranon dhe nuk dëshiron asnjë votë që vjen si rezultat i mashtrimeve, premtimeve dhe fjalëve boshe. Por sigurisht që jemi të fokusuar në disa shtylla që do të jenë prioritet për neve, po fillojmë pra nga arsimi, sepse pa arsim nuk mund të kemi as shëndetësi, as zhvillim ekonomik, as bujqësi, as kur gjë tjetër. Kështu që prioriteti ynë i parë është arsimi. Dhe edhe këtu po e premtoj që mas pari puni me kome depolitizu arsimin, sepse zakonisht në çdo parë zgjedhje ju jeni dëshmitar që nga viti 2007 është premtu depolitizimi i arsimit, por fatkeqësisht asnjëherë nuk ka ndodhur me qeverisën time, puni me do ta çrrënjosi, sepse është ngulitur dhe është mbjellur rrënja e politizimit në bankat shkollore. Të shëndetësia, do t'i funksionalizojmë të gjitha qendrat e mjekësisë familjare që të punojnë 24 orë në shërbim të qytetarëve, sepse fatkeqësisht punojmë vetëm 12 orë, do të afrojmë shërbime cilësore, dinitoze për qytetarët e komunës së Podojeves. Te bujqësia, ne kemi vendosur që t'ja shtojmë edhe një kulturë të re, pra kultivimin e duhanit, ku do ta ndërtojmë një fabrikë të duhanit në bashkëpunim me partneritetin publiko-privat dhe kjo sigurisht do ta zhvillon edhe ekonominë, sepse do të hapim vende të reja për qytetarët e komunës e Podojeves dhe nuk do të kenë nevojë që të dalin të migrojnë, se mjaft një numër i madh, e dim jemi dëshmitar që e kanë braktis vendin për një jetë më të mirë dhe është e drejtë çdo kujt elementare me kërku një jetë më të mirë, kështu që ne me qeverisjen tonë do të përpiqem që të afrojmë kushte sa më të mira që t'i parandalojmë migrimin e qytetarëve të komunës së Podojeves.